Unë, ti dhe të gjithë po e shohim se kjo botë po ecën me një ritëm shumë të shpejtë dhe po na lodhin të gjitha sfidat e përditshme, por mos harroni se sa të fortë jeni brenda vetë të suaj, sepse çdo plagë që keni kaluar, çdo lot që keni derdhur, çdo pengesë që u ka dalë përpara, më besoni se në nuk ka qenë kota. Ato besoj që të kanë formuar si njeri, të kanë bërë shumë më të ndjeshëm, më të mençur dhe shumë më njerëzor. Të gjithëve neve na duket që ka ditë sikurse gjithçka përshembet, kur shpresa bëhet shumë e vogël dhe zemra po rëndohet. Por pikërisht në atë moment lind një forcë e madhe që mos të dorëzohesh, sepse drita gjithmonë gjen një mënyrë për të hyrë edhe në errësirën më të thella. Besoj dhe shpresoj se një hap i vogël përpara është një fitore për secilin për ne. Mos harro të jesh një njeri i mirë pikë së pari me vete. Të falësh, të duash, të ndihmosh, sepse bota nuk ka nevojë për më shumë perfekcion. Ka nevojë vetëm për më shumë zemër. Besoj që një fjalë e mirë, një buzëqeshje e sinqertë, një dorë e zgjatur sot, besoj që mund të ndryshojë jetën e dikujt. Dhe kur vjen një moment feste, le të jetë një kujtese për të gjithë ne, që jemi bashkë, që kemi kaluar shumë sfida dhe kemi shumë për të dhënë ende. Le të mbushim zemrat me paqe, le të falim dhe të kemi dashuri dhe mirësjellje për njëri tjetrin. Ju urojmë nga zemra festën e Fitër Bajramit. Qoftë kjo një festë e mbushur me gëzim, harmoni, shëndet dhe begati për ju dhe familjet tuaja. Ju përshëndes përzemërsisht nga Kina. Të falem.